Takimet e tij në Bruksel, kryedemokrati Sali Berisha e cilësoi si gjyqin e munguar ndaj kryeministrit Edi Rama për atë që opozita e konsideron masakër elektorale në zgjedhjet e 11 majit. Kur ndonjëherë në 34 vite Brukseli nuk ka qenë më shqiptar. Pretenca ndaj Edi Ramës, farsës elektorale, mandateve kalp, u bë pretenca e shtetit monstruoz elektoral shqiptar, u bë pretenca e narkoshtetit shqiptar, të pojave, çelave, bajrëve. Kryetari i Partisë Demokratike deklaroi se Rama nisi 2 përfaqësues për të spionuar takimet e tij me Partinë Popullore Europiane, e cila nga ana e saj pranoi të nisë një mision faktmbledhës në Shqipëri për parlamentarët e 11 majit. 2 përfaqësues të tij, të cilët e mbrojtën apo e tradhtuan atë nuk e di, por një gjë u them shqiptarëve, dolën nga ajo mbledhje me fytyrë më të nxirë se këpucët e tyre. Dhe njëri prej tyre, ata që e panë, konstatuan se ishte në shok psiqik. Po, absolutisht. Pastori që kumbaj, kurse Etieni ishte sfazuar fare. U kthyn 2 spionjtë e qeverisë, si që erdhen, unë i quajt pa fajshëm, sepse ishin para një misioni impossible. Berisha pretendon se skandalet e qeverisë tashmë nuk mund të fshihen. Opozita pretendon se vullneti i shqiptarëve në zgjedhjet parlamentare të 11 majit u deformua, pasi votat sipas saj u blen nga grupet e krimit.